Që ato në shkollën me zi presin takimin e nesër me Tiranën. Besoj që edhe skuadra po pret me Tiranë. Po, besoj se kemi përgatitur mirë të ndeshje. Shqyr që grupi ka qenë i plot, sepse kemi pasur edhe ne ato dëmtimet ose po them virozat e stinës. Mendoj që grupi është i plot, jemi përgatitur maksimalisht për të ndeshje dhe e dim shumë mirë se sa e rëndësishme kjo ndeshje pritet në Shkodër. E ka harruar skuadra ato episodet të takimit në Tallç, problematika, po, çdo mos vënë të pretenduar. Ja, mendoj që çdo ato i takojnë të tjerëve person për të folur, ne analizojmë gabimet tona për të bërë më të mirë në ndeshjen e ardhshme. Mendoj që e kemi përgatitur maksimalisht, kemi punuar mirë dhe jemi të gatshëm për nesër. Çfarë do viti i dytë për ju në Shkodër? Çfarë shikme shkaka viti i kaluar në këtë vit? Mendoj synimet janë gjithmonë e më të mëdha. Ne mundohemi të analizojmë gabimet e vjetshme, sepse edhe vjet mendoj që kemi bërë një kampionat të suksesshëm, pavarësisht se nuk e kemi mbyllur si duhet. Mendoj që këtë vit i kemi menduar mirë se çfarë duhet të bëjmë në të ardhmen tonë dhe besoj e kemi potencialin për të shkuar deri në fund të kampionati, sepse janë lojtarët, është mbështetja nga presidenta, nga trajneri, nga stafi dhe mendoj që kemi kualitetin për ta mbyllur si duhet këtë kampionat. Ju keni një përvojë në kampionatin shqiptar, dhe klasifika vllaznia Tirana është një nga ndeshjet më të bukura besoj. Po, siç e thash edhe më parë, si nga mediat, si nga tifozët, si nga ky qytet, gjithmonë klasika ka qenë e rëndësishme për kampionatin shqiptar. Do të jetë një atmosferë e bukur, i ftoj të gjithë tifozëve shkodran që ta mbushin dhe të kthehen si në kohët më përpara të jetë stadiumi plot, sepse për ne është një mbështetje shumë e madhe dhe besoj dhe nga ne do jetë maksimalisht e vlerësuar si lojtar dhe mendoj që të dalim fitimtar për nesër. Sa ndikon renditja, vllaznia këtyre Tirana përmbi test, jep ndonjë ndikim në fushën e lojës? Nuk mund të themi në këtë kampionat shqiptar çdo skuadër do atë vlerësimin e vet. Kemi parë që edhe ne si në vendin e parë kemi gabuar me ekipet në vendin e fundit. Mendoj që çdo fushë në Shqipëri është e vështirë për të marrë pikë dhe çdo 3 pikë është i vlerëshëm. Ne nuk e shohim a është Tirana në vendet e fundit apo jo, sepse bluzja e Tiranës dhe fanela e Tiranës ka një ndikim shumë të madh në kampionatin shqiptar. Jemi të fokusuar maksimalisht dhe nuk i shikojmë këto komponent a është në vend të fundit apo në vendin e parë Tirana. Ku isha besoj të jetë një mungesë e rëndësishme për këtë takim? Mendoj që çdo lojtar në këtë pikë të kampionatit është i rëndësishëm. Do mundohemi dhe ai që trajneri do mundohet ta ndërroj, mendoj që do japi maksimumin, sepse të gjithë lojtarët mendoj që janë të rëndësishëm për këtë moment kampionati. A ndjeni në këtë pikë presionin e Gatës dhe Elbasanit? Jo në këtë pikë, po mendoj që duke ditur diferencën e vogël të pikëve, mendoj që çdo javë kampionati është e rëndësishme për të fituar dhe duhet të themi normal edhe kokën pas, sepse diferenca është shumë e vogël e pikëve dhe është, siç e thash edhe më herët, është e vështirë të marrësh pikë. A e ndjem, nuk mund të themi që a e ndjem apo jo, sepse unë e di shumë mirë që nesër ne do të triumfojmë. Tirana vjen në Shkodër me një trajner të ri, por me shumë emër që Orges Shehi. Sa mendoni se do të japë ndryshim të kuadrit për të bërë? Po, e di që dhe profesor Orgesi ka bërë një histori me Tiranën. Nuk e di, nuk mund të jap një mendim për këtë rast. Ne shohim skuadrën tonë, shohim ato çka ne trajneri jon do të na japi si udhëzime dhe ti zbatojmë në fushën e lojës. Pritet një rekord tifozësh nesër në Loro Goriçi. Është një armë plus për po, siç e thash edhe më herët, tifozat janë komponent shumë i rëndësishëm për ne dhe duke ditur se si kjo ndeshje në Shkodër pritet. Mendoj që do të jetë një numër i lartë tifozësh dhe mendoj dhe ne të bëjmë maksimumin për t'i kënaqur ata. Do të thonë ndoshta çfarë do shënuar jo pak herë për vllaznin. Një gol ndaj Tiranës? Po, jo vetëm nga Tiranës, siç e tha edhe Lirimi më parë, ne mundohemi që çdo skuadre t'i shënojmë. Nesër do të ishte bukur sikur do të shënoja dhe mendoj vetëm të dalim me 3 pikët.
Edhe një pyetje të fundit të fundit. Informacionet të fundit janë se i bërë dhëndër i Shkodrës. Po. Kjo është një arsyes për shtatët që të japë me nekë për shkuar të gjithu. Po, por ku ka më bukur? Dua të citoj vetëm diçka të bukur si ne kur firmosim për herë të parë, kemi ato këngat tona. A kupton, në fillim kur grumbullohemi dhe unë për çudi kam kënduar hajde edhe ndër në Shkodër, e kam modifikuar pak, kjo është bërë realitet, kështu që Kjo do të për të shëndruar me po, jo, realisht, vllaznia është një ambient mendoj i suksesshëm, mendoj për çdo futbollist, është një ardhmë shumë e mirë si dhe për të rinj si dhe për ne, është një ambient që realisht kam gjetur vetvete këtu dhe mendoj normal që të rri sa më gjatë. Sukses.